Ministria për Evropën dhe Punë të Jashtme reagoi sot lidhur me flukset në pikat kufitare mes Kroacisë dhe Malit të Zi gjatë sezonit turistik, duke theksuar se rritja flukseve të udhëtarëve sjell ngarkesa të konsiderueshme në periudhat e pikut. Sipas Ministrisë së Jashtme, fenomeni përsëritet pothuajse çdo verë, veçanërisht gjatë fundjavave dhe ditëve me lëvizje të lartë, për shkak të volumit të madh të udhëtarëve që udhtojnë drejt Shqipërisë përmes rrugëve toksore. Rritja ndjeshme e mobilitetit në rajon dhe flukset gjithnjë më të mëdha të udhëtarëve që udhtojnë drejt Shqipërisë me rrugë toksore gjatë sezonit turistik shoqërohen me periudhat e pikut, me pritje të gjata në pikat kufitare ndërmjet Kroacisë dhe Malit të Zi. Ky është një fenomen që për shkak të volumit shumë të lartë të lëvizjeve përsëritet pothuajse çdo verë, veçanërisht gjatë fundjavave dhe ditëve me fluksin më të madh, thekson Ministria e Punëve të Jashtme në një reagim. Ministria thekson se përfaqësitë diplomatike shqiptare janë në komunikim vazhdueshëm me autoritetet përkatëse të vendeve të rajonit, me synim lehtësimin e lëvizjes dhe reduktimin e pritjeve në pikat kufitare. Ministria për Evropën dhe Punë të Jashtme dhe përfaqësitë tona diplomatike janë në komunikim vazhdueshëm me autoritetet dhe institucionet përgjithëse, me synim që në përputhje me legjislacionin dhe procedurat në fuqi në secilin shtet, kalimi i qytetarëve të jetë sa më i shpejtë dhe sa më i lehtë, duke shtuar kapacitetet për të minimizuar në masën më të madhe të mundshme pritjet në pikat kufitare. Sipas Ministrisë së Jashtme, vetëm gjatë sezonit veror, rreth 300.000 shtetas shqiptar kalojnë përmes këtij korridori rrugor. Një volum i tillë lëvizjesh krijon në periudha të caktuara ngarkesa të konsiderueshme për infrastrukturën dhe shërbimet kufitare. Megjithatë, Ministria e Punëve të Jashtme shton se kjo nuk e zbe angazhimin tonë për të bashkërenduar veprimet me autoritetet përkatëse për të identifikuar zgjidhje praktike dhe për të lehtësuar sa më shumë lëvizjen e qytetarëve tanë deri në ditën kur hapësira Schengen të shtrihet tërësisht edhe në këtë pjesë të rajonit tonë.